Opozita e dekriminalizuar është kjo që ju shikoni në sallën e kuvendit. Një herë të vetme do i përgjigjem edhe unë këtyre, gjithë këtyre që shajnë e fyejnë, duke filluar nga rreshti i parë deri ke rreshti i fundit. Duhet ta kenë të qartë që kanë vënuar shqiptar, kanë vrarë shqiptar, kanë vjedhur shqiptar, etj. Unë nuk hyj ke kjo kategori. Unë hyj ke të vrarët e ke të vjedhurit. Kam hyrë në parlament nga 26 maj, pothuajse i vrarë nga Sali Berisha dhe nga gjithë banda e tij kriminale asaj periudhe. Tani nuk kam për ti të toleruar asnjë sekond, qoftë edhe me fjalën më të vogël fyese brenda sallës parlamentit. Zoti Paloka erdhi përkundrejt me për të më larguar nga podiumi, kaq. Po nuk ka bërë vaki dhe s'do të bëj ndonjëherë vaki. As për atë, as për atë tjetër. Këto se kuptova, këtë se këta se njoh. Këta hidhen për pjetë dhe mendojnë se me gjuhë rrugeçrish, me gjuhë ordinersh, do mund të mbulojnë vjedhjet e tyre. Ta kusarës do të kenë vend në parlament. Normale janë që paratë e qytetarëve shqiptarë nuk duhet vidhen në këtë mënyrë. Normale janë që do të ketë një transparencë për këto veprime të Kokoneshit, të cilë kam denoncuar se bashkë me këtë deputet që përdor gjuhë rrugaçi. A e dini ju që Laguna paguan të taksa 400 milion lek në vit, në mos 600, s'paguan as 100 arkë, se të gjitha i paguan Kokoneshit dhe braçës e braçeve të tjerë. Çfarë do që të bëjnë ata, këto dokumenta të paktën në atë platformë do shkojnë pa asnjë lloj hezitimi. Po ky eksponent që ka një gjuhë për rrugaçi, që kur denoncoja avionët, thoshte se aty nuk ka rrugë, mohonte pistën e drogës, e avionëve të drogës, është i pudrosur, është po ky që me Kokoneshin, pasi i dështoi flota ajrore, u kthye tek Laguna dhe vjedhin paratë e Lagunës, po ky që shet tendrin për $1.200.000 më shtrejt.